Vendimi për shpalljen e gjendjes së krizës në të gjithë territorin e vendit është publikuar zyrtarisht në gazetën zyrtare, duke hyrë kështu edhe formalisht në fuqi. Ky vendim u mor në mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë së mbajtur dje, për shkak të rrezikut të mundshëm për ndërprerje në furnizimin me naftë dhe derivate të naftës në gjithë vendin. Sipas dokumentit zyrtar, gjendja e krizës do të gjasë 30 ditë. Qëllimi i kësaj mase është të mundsojë një reagim më të shpejtë dhe më efikas në përballimin e pasojave që burojnë nga situata aktuale në lindjen e mesme. Në këtë drejtim, është aktivizuar dhe shtabi kryesor pranë qendrës për menaxhimin e krizave, i cili do të jetë në mbledhje të përhershme dhe do të monitorojë zbatimin e masave. Njëkohësisht, të gjitha institucionet shtetërore janë të obliguara të ndërmarrin hapa konkret për tejkalimin e situatës dhe zbutjen e efekteve negative. Në kuadër të krizës, qeveria propozoi dhe një masë ekonomike, uljen e TVSH-s për karburantët nga 18% në 10%, me qëllim lehtësimin e barës së çmimeve për qytetarët dhe bizneset.